Blegtoria në qarkun e Shkodrës vijon të mbetet një nga sektoret kryesor të ekonomisë bujqësore, por përballet me sfida të vazhdueshme. Sipas specialistëve të bujqësisë, fermerët kanë nisur që në këtë periudhë përgatitjen për sigurimin e bazës materiale për dimrin, duke punuar për grumbullimin e farogjerëve dhe rezervave ushqimore për bagtin. Blegtoria ka një punë gjithvjetore. Vazhdimisht mbashtrimi i blegtorisë kërkon që sigurimi i bazës ushqimore jo për momentin, po të luftohet për sigurimin e bazës ushqimore dhe rezervat dimrore. Kështu që fermerët që tani fillojnë dhe mendojnë për bazën ushqimore të dimrit, të jonxhës, të loliumeve, të silazheve, të cilat ato planifikohen qysh me mjellin e misit, që është misri për kokër dhe misri për silazh. Megjithatë, një nga problemet më të mëdha mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Brahja thotë se blegtoria sot mbahet kryesisht nga moshat e treta. Kjo situatë ka ndikuar drejt për drejt edhe në reduktimin e sipërfaqeve të mbjella. Problemi është fuqia punëtore, në përgjithësi bujqësinë pa marrë moshat e treta. Ato mosha që historikisht kanë punuar në bujqësi edhe në ish kooperativat bujqësore, që kanë përvojën, kanë vullnetin, por nuk kanë fuqinë. Mungesa e fuqisë punëtore ka bërë që shumë toka të lehen djerr. Pavarësisht vështirësive, fermerët vijojnë të mbajnë gjallë traditën e blegtorisë në Shkodër, por pa ndërhyrje konkrete për të zgjidhur mungesën e fuqisë punëtore dhe për të nxitur punësimin në zonat rurale. Ky sektor rrezikon të kurret edhe më tej nga viti në vit.